5 skenaret dhe çfarë mund të ndodhë pas zgjedhjeve të 7 qershorit. Zgjedhjet përfunduan, por çështja kryesore mbetet: si do të formohen institucionet e reja. Janë 5 skenar që mund të ndodhen pas certifikimit final të rezultateve. Skenari i parë: lëvizja vetëvendosje së bashku me partnerët Guxo dhe Alternativa, komunitetet me të cilat ka qeverisur deri më tani, si dhe Nenad Rashiqi nga komuniteti serb, formojnë qeverinë me një shumicë të breshtë, ndërsa presidenti propozohet nga opozita. Skenari 2: arrihet një marrëveshje mes LVV-s dhe AK-s për bashkëqeverisje, ndërsa presidenti propozohet nga PDK-ja ose nga bloku opozitar në bashkëpunim me LDK-n. Skenari 3: LVV-ja Albin Kurtit arrin koalicion me PDK-n për një qeveri të përbashkët me një marrëveshje politike edhe për çështjen e presidentit. Në këtë rast, LVV-ja dhe PDK-ja do të ndanin postet kryesore institucionale. Skenari 4: LVV-ja arrin marrëveshje për bashkëqeverisje me LDK-n dhe palët dakordohen edhe për zgjedhjen e presidentit, duke ndarë gjithashtu pozitat kryesore institucionale. Skenari 5 dhe i fundit: LVV-ja nuk arrin ta formojë qeverinë, opozita arrin ta krijojë qeverinë, por nuk ka numrat e nevojshëm dhe asnjë marrëveshje politike me LVV-n për zgjedhjen e presidentit. Kjo situatë do ta çonte vendin sërish në zgjedhje të reja. Për këtë skenar kanë filluar të japin vlerësime edhe analistët politik në Kosovë. Megjithatë, elementi kryesor për të cilin partitë politike nuk pritet të flasin shumë deri në përfundimin e numërimit është rezultati i votave të diasporës dhe i votave me kusht. Vetëm pasi të numërohen të gjitha votat dhe të dihet numri përfundimtar i ulësve në Kuvendin e Kosovës, do të bëhet më qartë se cili prej këtyre skenarëve ka më shumë gjasa të realizohet. Për këtë, edhe ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës, Albolena Haxhiu, ka deklaruar se pas certifikimit të rezultateve zgjedhore, partitë politike duhet të angazhohen në dialog për të gjetur një zgjidhje lidhur me çështjen e presidentit. Cili prej këtyre skenarëve mendoni se ka më shumë gjasa të ndodhë? Na shkruani në komentet e telegrafi.com.